Aurela Gaçe. Nuk jam as e trende tranuar, kujdes, injektohem në gjatë. Nuk kam rregullore të shkruar në çdo kohë, do të jem kjo që jam. Ja ku po vjen ajo duka katër me, eksplosiv i shmërthe. Unë jam këtu dhe mos ta the, një gjigante në sken. Mamani, ah mani, nuk mund të ndalem. Mamani, ah mani, mamani, ah mani, kufi nuk kam. Mamani, ah mani. Për Aurelën, të qenit artiste është një detyrë që kërkon mund, punë dhe përkujdesje. Këtë qenësi e tregon në çdo detaj të jetës së saj, staturë, veshje dhe trup. Ka eksperimentuar me 10 modele flokësh, ngjyrash, veshje të çuditshme, duke përcjellë në skenë imazhin e një këngëtare të fuqishme dhe ekstravagante. Pjesë e këtij imazhi artistik është dhe palestra, ku ajo shkarkon jo vetëm stresin, por dhe përkujdeset për trupin dhe zërin e saj. Sot që ende në ma ke fal, më lërë të ndaj, nuk ka ngjyre, nuk ka fjal, munat së mbaj, tokën e qelin e bën e bash, harron e fal, ose më dhe më bën gjall, asja s'më ndal. Që e vogël do imitonte këngëtar të mëdhenj, ndaj do ishte kushërira e saj që do e çonte në pallatin e pionierëve në Vlorë, nën përkujdesin e Reshat Osmanit. E nis fillimisht me korin, një prapavi që nuk i pëlqente dhe aq, ndaj do dilte shpejt si soliste. Ishte vetëm 4 vjeç e gjysmë kur këndoi këngën Beli Beli Harabeli, me të cilën do fitonte duartrokitin e publikut. Këndon treni që fitat, me vagonat varg e varg, fushë molle unë shëtit, pranë në gjajit, makinist, këndon treni. Një sukses që do e shoqëroi gjithë jetën e saj. Merr pjesë në të gjitha festivalet e fëmijëve, duke përfaqësuar Vlorën 3 herë në festivalin e madh të fëmijëve në Shkodër. Në shkollë kur shkoja, filloja numëroja muajt dhe thosha, kam 1 muaj, 2 muaj, ikëm 3 muaj, 4 muaj nga shkolla, kam edhe 5 të tjerë derisa të shkoj në festival. Do të thënë, e kisha ngjarje shumë të madhe të vitit, le ta themi. Vazhdon studimet për dramaturgji, një degë që ka ndihmuar shumë për interpretimin. Ishte në moshën 19 vjeçare kur shkel për herë të parë skenën ku do bëhej artistja me famë që është sot. Këndon Pegaso, që në fakt do ishte muza që do e shoqërojë në gjithë karrierën e saj. Në vitin 1994 merr pjesë në festivalin e Pranverës me këngën Nuk mjafton, që meritoi çmimin e parë. Do të pasoj kënga Nata, Faty në shpresë marzi, Siam Tribu, që në vitin 1999 meriton çmimin e parë të festivalit kombëtar. Te kënga Siam Tribu kanë qenë autorët përsëri Jorgo Papingji dhe Adrian Hila. Kënga ishte patriotike, kishte nota patriotizmi. Di që kam marrë një koreograf të më ndihmonte për lëvizjet e mia, lëvizjet e grupit që kisha nga mbrapa, kisha një kor të madh nga liceu artistik, të cilat vërtet kanë kënduar në këngë, domethënë nuk kanë qenë thjesht figurante. Në 2001 do rrëmbej përsëri kupën e festivalit me këngën Jetoj.
Gjatë gjithë këtyre viteve është cilësuar si interpretuesja më e mirë e festivalit duke merituar trofe pafund. Në kulmin e karrierës së saj, Aurela do të marrë një vendim të rëndësishëm. Do të nisë drejt Amerikës ku jeton motra e saj e vogël, një dashuri që sipas saj triumfoi ndaj çdo egoizmi vetjak. Nis të këndoj për komunitetin shqiptar që ndodhej atje dhe mësimi më i madh që mori nga ky vend ishte të vlerësonte veten për atë që ishte. Kur shkova në Amerikë, pastaj njohja me njerëz të ndryshëm, me komsi të ndryshme, me njerëz që s'kishin idem fare se kush isha unë. Ato më pranonin dhe reagonin mirë ndaj diçkaje që mund shikonin tek flokët e mi ose mënyrën se si mund të flisja ose si mund të mund të qëndroja qofte edhe në një klub, për shembull kur kemi dalë për qejf. Ato vlerësonin çiltërsinë, vlerësonin atë që ti merresh me veten, atë që ti krijon, jo thjesht sepse këtu ma merrnin si po bëhesh kështu që të biesh në sy. Ndërkohë nuk e bëja për të rënë në sy, më thënë kështu isha. Ka 31 vjet që shkëlqen në skenë, jo vetëm me muzikën e lehtë, por dhe ato polifonike ku ka merituar shumë duar trokitje dhe lot gëzimi nga spektatorët. Jo moj që kanë nga t'mis qoj e pillonja mbish Shumë shë banditin të rëpile si të rimat në pyje jo moj që kanë nga t'mis qoj e pillonja mbish o që qoj Në vitin 2007 do të rikthehet në festivalin e këngës magjike me këngën Hape Veten, që rëmbeu përsëri çmimin e parë. Realizon më pas disa bashkëpunime të suksesshme, duke kaluar në hitin e radhës, Original, që ka pasur rreth 5 milion klikime në YouTube. Mamani, nuk mund të ndalë Mamani, ku fi nuk kap Mamani Viti 2010 do gjejmë një sukses tjetër të madh. Merr pjesë në festivalin e fund vitit në Radio Televizionin Shqiptar me Kënga ime, që meritoi çmimin e parë, këngë me cilën do përfaqësoj vendin tonë në Eurovision. Aldo, kur e ka dëgjuar këngën dhe e ka lexuar tekstin, tha, mua më duket kjo tha si kënga e jetës tënde. Do të thënë, ta mbledh gjithë karrierën tënde, kur lexoj këto fjalë në këtë tekst, më thënë, më duket sikur të njoh. Më duket sikur e kuptoj se sa pasion dhe sa dashuri ke për muzikën.